Kur dëgjova për herë të parë për Thurin, në fakt u gëzova shumë sepse për shumë kohësh më kam pasur në zemër që të shkruaj këngë shqip, duke qenë pjesë e grupit adhurimit të kisha ku un jam, dhe kisha fitore për shumë vitesh tashmë. Edhe shpeshherë kishim pasur nevojën për të krijuar këngë shqip, gjë që mungonte edhe në kishën tonë, por edhe në kishat përgjithësi. Dhe në momentin që dëgjova për Thurin, në fakt u bë shumë qefi dhe isha shumë entuziast për të marrë pjesë aty. Në fakt, mbasi bëm retreatin e parë me grupin, me komunitetin ku u organizua e gjithë Thuri. Në fakt më ka ndihmuar shumë dhe më ka dhënë një shtysë akoma më të madhe, më ka dhënë edhe një frymëzim për të shkruar akoma më tepër këngë shqip, por më ka dhënë edhe një lloj dëshire për të adhuruar Zotin akoma dhe më shumë. Edhe kjo gjë, më të thënë drejtën, më ka bërë të ndihem akoma më mirë dhe të më rris më shumë në Zotin dhe të kem mundësi që ta adhuroj atë më tepër dhe më mirë. Thënë vërtetën, një akështinë më të veçantë është kjo e këtij viti, duke qenë sepse me sa mbaj mendun për sa kohë që un jam besimtar në kishë, është një nga vetmet Krishtlindje ku ne kemi mundësi që ta adhurojmë Zotin me këngë të krijuara shqip dhe apostafat vetëm për këtë gjë. Dhe kjo gjë është diçka shumë e mirë si për ne që kemi mundësi, është një gëzim patjetër, por besoj që është dhe një gëzim apo dhe një bekim për gjithë besimtarët e tjerë që do kenë mundësi që t'i dëgjojnë këtë këngë të krijuara vetëm për Krishtlindje. Duke qenë se jemi edhe në kohë Krishtlindjes, ju uroj të gjithë të gëzuar Krishtlindjen dhe qoftë ky vit një vit i begat, edhe një vit plot me bekimet e Perëndisë në jetën tuaj.